Departamenti i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara njoftoi se ka autorizuar eksportin e gjysmëpërçuesve të avancuar të inteligjencës artificiale për 2 kompani në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara të Arabisë. Marrëveshja përfshin deri në 35.000 qipe Nvidia Blackwell. Bëhet fjalë për kompani shtetërore me bazë në Abu Dhabi, G42 dhe Humein, një iniciativë mbështetur nga qeveria saudite. Të dyja firmat kanë projekte të mëdha për shndra të dhënave në vendet përkatëse. Ky njoftim përkohë me vizitën e parë në SBA të princit trashëgimtar të Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, që nga viti 2018 dhe reflekton mbështetjen e madhe të SBA-s ndaj aspiratave të këtyre shteteve. Të dyja kompanitë po marrin miratime për të blerë ekuivalentin e deri në 35.000 çipeve Nvidia Blackwell, tha Departamenti i Tregtisë në një deklaratë. Një total për 35.000 qipesh Blackwell vlerësohet rreth $1 miliard, por çmimet mund të ndryshojnë. Miratimet janë të lidhura me respektimin e standardeve të rrethta të sigurisë dhe të raportimit nga kompanitë, shtoi departamenti. Më herët gjatë ditës, Humein, kompania saudite e mbështetur nga qeveria, njoftoi se planifikon të blejë 600.000 qipe Nvidia për zgjerimin e inteligjencës artificiale. Humein dhe AI, kompania Elon Musk, planifikojnë të zhvillojnë së bashku qendra të dhënash në Arabinë Saudite, duke përfshirë një impjant për 500 megawatësh. G42, një kompani teknologjike e lidhur me Shtetin e Emirateve, synon të ndërtojë një nga qendrat më të mëdha të dhënave në botë në Emiratet e Bashkuara të Arabisë, duke përdorur teknologjinë amerikane. Gjigantët e teknologjisë si Nvidia, OpenAI dhe Oracle, së bashku me SoftBank nga Japonia, po punojnë me G42 për ndërtimin e fazës së parë të njohur si Stargate UAA, që pritet të fillojë operimet në vitin 2026. Gjigantët e teknologjisë si Nvidia, OpenAI dhe Oracle, së bashku me SoftBank nga Japonia, po punojnë me G42 për ndërtimin e fazës së parë të njohur si Stargate UAA, që pritet të fillojë operimet në vitin 2026.